Përshëndetje. Ka një moment kur një bisedë pushon së që një bisedë. Zëri tjetrit ngrihet, fytyra ndryshon, fjalët fillojnë të dalin më shpejt dhe ti e kupton se nuk po diskuton më problemin, por përballesh me zemërimin e dikujt. Në atë çast, çfarë duhet bërë? Shumë njerëz bëjnë pikërisht atë që ua dikton trupi, bërtasin edhe më fort. Të tjerët heshtin krejt. Disa fillojnë të justifikojnë për çdo gjë dhe kur nuk kanë bërë asgjë. Ka dhe nga ata që largohen duke përplasur derën, duke menduar se kjo ishte mënyra e vetme për ta ndalur situatën. Por ka një mënyrë tjetër për të menaxhuar një moment të tillë. Dhe ajo nuk ka shumë të bëjë me gjetjen e fjalës perfekte. Ka të bëjë me ruajtjen e qetësisë dhe me vendosjen e një kufiri. Së pari, mos u përpiq ta fitosh garën e zërit. Kur dikush po të vërtet, instinkti të thot ngrej edhe ti zërin që të mos të shkel. Problemi është se dy njerëz që bërtasin njëri tjetrit zakonisht nuk po zgjidhin asgjë, po bën një lloj konkursi ku çmimi është dhimbja e kokës. Kur trupi percepton kërcënim ose konflikt të fortë, aktivizohet reagimi i stresit. Zemra mund të ra më shpejt, muskujt të tensionohen dhe vëmendja ngushtohet. Në atë gjendje bëhet më vështirë të mendosh me qartësi. Prandaj, nëse tjetri e ngre zërin, qëllimi yt i parë nuk duhet të jetë ta bindësh. Duhet të krijosh pak hapësirë mes emocioneve dhe reagimit. Merr frymë, fol më ngadalë, mos u ngut. Tingëllon e thjesht, por në një konflikt të vërtet nuk është as pak e lehtë. Mos më bërtit. Mund të jetë një fjali shumë e fuqishme. Ndonjëherë mendojnë se për të vendosur një kufi, duhet të hapim një shpjegim të gjatë. Mund t'i thuash, e kuptoj që je i zemëruar, por nuk mund të flasim nëse më bërtet. Ose edhe më shkurt, jam gati të flas me ty, por jo duke bërtitur. Kjo nuk është dobësi. Përkundazi është një mënyrë për të treguar se je i gatshëm të marrësh me problemin, por nuk pranon mënyrën agresive të komunikimit. Dhe ka një ndryshim shumë të madh kur i thua ti je i çmendur dhe nuk pranon të më flasësh me këtë ton. E para e sulmon personin, e dyta i vendos kufirin. Mos u justifiko për çdo gjë. Kur dikush vërtet, sidomos kur është me autoritet të punës, prind, partner, ose një person që e kemi frikë se mos e humbasim, mund të hymë në një gjendje ku fillojmë të shpjegojmë gjithçka. Por unë atë ditë e ke parasysh se në fakt ndodhi kështu, po unë nuk e bëra me qëllim, po më dëgjoj një çik. Dhe sa më shumë të flasim, aq më shumë humbasim kontrollin e bisedës. Nëse personi është shumë i nxehur, ndoshta nuk është momenti për të dhënë të gjithë historinë. Mund të thuash, po ta shpjegoj çfarë ndodhi, por jo tani që jemi të dy të acaruar. Kjo është veçanërisht e dobishme në vendin e punës. Nëse shefi të vërtet për një gabim, nuk ke pse të përgjigjesh menjëherë me një roman me 8 kapitull mbi arsyen që ndodh. Mjafton e kuptova problemin, le ta diskutojmë qetë dhe të gjejmë zgjidhje. Por nëse personi ka të drejtë për diçka, këtu bëhet interesante. Fakti që dikush po vërtet nuk do të thotë automatikisht se e ka gabim. Mund të jetë realisht i zemëruar për një arsye të vlefshme. Mund të kesh bërë një gabim. Mund të kesh lënduar dikë pa dashje. Por dy gjëra mund të jenë të vërteta njëkohësisht. Mund të kesh gabuar dhe nuk është në rregull që të poshtroj. Kjo është një ndarje shumë e rëndësishme. Të pranosh përgjegjësinë nuk do të thotë të pranosh çdo mënyrë komunikimi. Mund të thuash, po, këtu kam gabuar dhe e pranoj, por nuk dua të flasim duke bërtitur. Kjo tregon pjekuri më të madhe se sa të përpiqesh me çdo kusht të provosh se ti je pa faj. Mos se merr menjëherë si sulm ndaj vetes tënde. Kur dikush na vërtet truri mund ta përkthejë situatën në diçka shumë më të madhe. Ky person nuk më respekton. Ndoshta të gjithë mendojnë kështu për mua. Jam i paaft. Gjithmonë mua më ndodh kjo. Këtu konflikti i jashtëm fillon të bëhet konflikt i brendshëm.
por bërtitja dikujt tregon para së gjithash se si po menaxhon ai person emocionin në atë moment. Nuk është një mac i vlerës tënde. Sigurisht, nëse një person të kritikon për një sjellje konkrete, ja vlen ta dëgjosh. Por ti je i paaft, nuk është e njëjta gjë që kjo punë nuk është bërë siç duhet. E para është një sulm personal, e dyta është kritik për një sjellje. Të dish të ndash këto të dyja të mbron shumë. Po kur duhet të largohesh? Jo çdo konflikt duhet zgjidhur në atë minutë. Nëse personi vazhdon të bërtas, të ofendoj, të kërcënoj, ose situata të bëhet agresive, largimi mund të jetë zgjidhja më mirë. Mund të thuash, do të flasim kur të jemi më të qetë. Dhe largohesh. Nëse ekziston rrezik real për dhunë fizike, prioriteti nuk është komunikimi perfekt, është siguria. Largo nga situata dhe kërko ndihmë nga njerëzit përreth ose nga shërbimet përkatëse. Nuk ke pse të qëndrosh në një dhomë vetëm për t'i provuar dikujt se sa i fort je. Po kur bërtitja përsëritet, këtu nuk kemi të bëjmë vetëm me një debat. Nëse partneri, kolegu, shefi apo një familjar të bërtet vazhdimisht, duhet parë modeli i marrëdhënies. Një shpërthim i rrallë në një periudhë shumë stresuese është diçka tjetër nga një mënyrë e përsëritur për të kontrolluar, friksuar ose poshtruar tjetrin. Pyet vete, a mund të shpreh mendimin tim pa pasur frikë se çfarë do të ndodhë? Nëse përgjigjja është vazhdimisht jo, problemi nuk është thjesht toni i zërit. Ka diçka më të thellë në marrëdhënie. Në raste të tilla, ndihmon të flasësh me një person të besuar ose me një psikolog. Jo sepse duhet të rregullosh veten, kujdes, por sepse është shumë e vështirë të shohësh qartë një marrëdhënie kur je brenda saj çdo ditë. Një detaj që shpesh harrohet. Ndonjëherë ne mësojmë që në fëmijëri se kush bërtet më fort ka të drejtë. Në disa familje shqiptare zëri i lartë është pothuajse pjesë e komunikimit. Po flas fort, thot dikush, ndërsa godat në tavolinë po dridhen dhe po thyen. Por volumi nuk është argument. Një person mund të ketë të drejtë dhe të flasë qetë. Një tjetër mund të jetë krejtësisht i gabuar dhe të bërtas sa ti dëgjoj lagje. Pjekuria emocionale nuk matet sa fort e thua fjalën e fundit. Dakord, por çfarë mund të bësh pasi situata qetësohet? Kur tensioni bie, atëherë mund të flitet për atë që ndodhi. Jo për problemin fillestar, po për mënyrën se si u komunikua. Kur më bërtite e pata të vështirë të dëgjoja. Nëse ke diçka për të më thënë, jam gati ta dëgjoj, por dua ta bëjmë pa ofendime. Kjo e zhvendos bisedën nga kush e fitoi te si do të flasim herën tjetër. Ndoshta ky është ndryshimi më i madh që mund të bëjmë në një konflikt. Të mos përpiqemi gjithmonë të fitojmë. Kur dikush po të bërtet, nuk ke pse ti përgjigjesh me të njëjtin monedh, nuk ke pse të dorëzohesh, nuk ke pse të provosh se je më i fort. Mund të rish i qetë, ta dëgjosh, aq sa mund të dëgjosh, të pranosh atë që është e drejtë dhe të vendosësh kufirin aty ku duhet, sepse të ruash qetësinë nuk do të thotë se nuk ke përgjigje. Ndonjëherë do të thotë se ke mësuar të mos ja dorëzosh dikujt tjetër kontrollin mbi mënyrën se si reagon. Miq, këtë do thosha në këtë video, unë ju falenderoj për vëmendjen. Nëse dëshironi mund të bëni komentet tuaja, por mos harroni asnjëherë të bëni subscribe në kanalin tim për të parë video tjetër pas here. Edhe në videon tjetër, mirë takofshi.